Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit. AS, 33 vjeç, banues në fshatin Grudere, pasi dyshohet se në gjendje të dehur ka thyer me grusht xhamat e derës së Spitalit Ginekologjik Shkodër. LD, 33 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka kallëzuar shtetësia amerikane BG, 29 vjeçe, se më datë 30 nëntor 2025 ky shtetas e ka ngacmuar seksualisht. Një 14 vjeçar pasi ka goditur me grusht shtetasin OG 19 vjeç për motive të dobta. Në datë 1 dhjetor 2025 në Puk është gjendur i pajet në banesën e tij shtetasi SHG 75 vjeç, i cili dyshohet se ka humbur jetën pasi është rrëzuar aksidentalisht në tualet. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin. NB, 73 vjeç, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Oficerët e policisë gjyqësore referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen. ESH, 49 vjeç, banuese në Shkodër, për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin ID, 63 vjeç, banues në Shkodër. Nga aksidenti janë shkaktuar dëme materiale. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.